Bia provokon me vallëzim sensual para labit. Çfarë ndodh kur dy artistë të njohur bashkohen për të krijuar momente të parueshme? Bia dhe Labi, dy emra të njohur në muzikën në botën e muzikës, kanë sjellë një performancë që jo vetëm argëton, por gjithashtu ngjall emocione të thella. Në oborin e shtëpisë ata krijuan një atmosferë të veçantë, duke bërë publikun të ndjehet pjesë e një show të vërtet. Momenti i parë që ka tërhequr vëmendjen ishte interatraksioni i tyre i ngrohtë. Bia me humorin e saj karakteristik i thot Labit se ai është shumë i mirë kur këndon, por ka disa vështirësi kur flet. Kjo dinamik krijoi një atmosferë të qeshur dhe relaksuese, duke bërë publikun të buzëqesh. Me vojs ti je shumë i mirë, por me punë shtëpie nuk je. Nëse ti flet, unë nuk të hap mesazhin, por nëse këndon, unë kërcej, thot ajo duke theksuar talentin e tij në muzikë. Kjo shprehje e sinqertë tregon se si ata e njohin njëri tjetrin duke krijuar një lidhje të veçantë artistike. Bia vazhdon me shaka duke inkurajuar Labin që të këndojë më shumë. Ti këndon shumë mirë. Hajt, këndo tallava, thot ajo duke bërë situatën edhe më të këndshme. Kjo është një dëshmi e marrëdhënies së tyre të ngushtë dhe të sinqertë që reflekton në performancën e tyre. Performanca e tyre është një përzierje muzikës dhe humorit që e bën publikun të ndihen të lidhur me ta. Kjo është edhe një nga arsyet pse Bia dhe Labi janë kaq të dashur për fansat e tyre. Ata dinë të krijojnë momente të paruara të cilat mbeten në mendjen e publikut. Shikuesit janë të ftuar të ndjekin videon e performancës së tyre, e cila është e mbushur me energji dhe emocion. Kjo video është një mundësi e shkëlqyer për të parë se si dy artistë e njohur mund të krijojnë një atmosferë kaq të veçantë dhe argëtuese. Me çdo notë dhe çdo shaka, Bia dhe Labi tregojnë se muzika është një gjuhë universale që bashkon njerëzit. Performancat e tyre janë një dëshmi e fuqisë së artit për të sjellë gëzim dhe emocion në jetën e njerëzve.